vendosur që socialistët i kanë fituar mandatin e 4 me 82 deputet deri në këto momente, kur po numërohet edhe vota diasporës. Tashmë qytetarët presin mbajtjen e premtimeve të fushatës elektorale. Le t'i rikujtojmë se cilat ishin pikat kryesore të programit të Partisë Socialiste. Rama premtoi që në vitin 2030 që përkon me fundin e mandatit, pensioni minimal të shkojë në 200 euro, ndërkohë që do të ketë një rritje të mëtejshme të pagave. Paga mesatare do të jetë në vitin 2030 1.000 euro, ndërsa paga mesatare në shtet 1.200 euro. Pak ditë përpara zgjedhjeve, Rama fali gjobat e 5 viteve të fundit, ndërsa më herët premtoi paqen fiskale në përpjekje për të krijuar një marrëdhënie të re me biznesin. Çfarë parashikon ajo? Paqja fiskale ka 3 shtylla kryesore. Ndërhyrje do të bëhen tek tatimi dakordsuar mbi fitimin mes biznesit dhe tatimeve, rishikimi pasyrave financiare dhe falja detyrimeve dhe kamatvonesave. Socialistët kanë premtuar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë, i cili do të jetë baza për rritjen e pagave dhe pensioneve. Ata parashikojnë një rritje mesatare ekonomike me 4% në vit, ndërkohë që biznesi i vogël do të mbetet i përjashtuar nga taksat duke mos paguar TVSH-n dhe tatim fitimin. Politikat ekonomike do të çojnë një rënje të papunësisë me 2.8% në 4 vitet e ardhshme. Gjithashtu janë evidentuar disa nga sektorët prioritar ku do të jetë edhe fokusi i politikave dhe investimeve publike. Bëhet fjalë për turizmin, energjinë elektrike, ku socialistët premtojnë se vendi do të zhndrohet në fund të mandatit e 4 në një eksportues neto, infrastrukturën, mbrojtjen dhe rritjen e vëmendjes për bujqësinë, si dhe furnizimin me ujë të pishëm, ku përsëritet premtimi për 24 orë furnizim me ujë në ditë. A janë të realizueshme të gjitha këto premtime? Janë ato që i duhen ekonomisë? Diskutojmë në studio me zotin Zenel Hoxha, është president i Dhomës Britanike të Tregtisë në Shqipëri. Mirë se erdhe Zenel. Ndërsa në lidhje Skype do të kemi zotin Vjoldi Danaj, ekspert i ekonomisë. Vjoldi, mirë se erdhe në A2 Business. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta Aurora. Zenel, vëmendja ka qenë tek biznesi, duke ju referuar 2 ditë më parë se të zhvilloheshin zgjedhjet e 11 majit faljes së një pjese të gjobave, por njëkohësisht edhe prezantimit në javët e fundit që i paraprin zgjedhjeve të paqes fiskale. Si e ke parë këtë qasje të re të kryeministrit të socializmit? Është një ndërhyrje pra e vonuar për sa i përket qoftë paketës, qoftë edhe faljes, pra që ndodhi 2 ditë para zgjedhjeve, e cila siç dihet u keq interpretuar nga faktorë tjerë politikë, por ne si biznes jemi të interesuar që komuniteti jetë sa më i shtrirruar nga barra të tilla, që një pjesë e madhe e tyre mund të them që janë arbitrare për shkak të mos funksionimit normal të administratës publike dhe të mënyrës se si është bërë biznes në këto 33 vite në Shqipëri, duke qenë një vend që ka një ekonomi tregut të re, sigurisht që edhe eksperienca e komunitetit biznesit është vlen për të kontestuar në raport me sistemin fiskal e tjera, por duhet të them që qeveria Rama ose qeveria re me platformën që ka paraqitur komunitetit biznesit dhe mbar popullit shqiptar, them që është ambicioze, por duhet shtoj që nuk është e parealizueshme sepse ka progres në shifra. Pra, dhe dihet që biznesi i vogël ka qenë i lehtësuar nga barra fiskale, tashmë kemi një rikonfirmim të saj dhe është një hap shumë i rëndësishëm ky, po ashtu edhe për biznesin e madh dhe të mesëm, gjithashtu është mirë. Shqipëria duhet të them që është me taksa të ulta dhe është diçka që na bën krenar në një sens kur ne ballafaqohemi me përfaqësues të komuniteteve të biznesit të vendeve të ndryshme, duke filluar nga Ballkani e me radhë. Dhe ky është një stimul për gjithë ata që duhet të investojnë në Shqipëri dhe shpresojmë që në këtë periudhë, pra pas këtyre zgjedhjeve, do të kemi një fluks në rritje të investimeve të huaja e për më tepër edhe të komunitetit shqiptar që jeton jashtë Shqipërisë. Qartë. Vjoldi, Zeneli është optimist. Ti si e ke parë programin e Partisë Socialiste, me fokus kryesisht një marrëdhënie të re të premtuar me sipërmarrjen? Shiko, në fakt në base këtij rezultati zgjedhor të guxoj ndonjëri mos jetë optimist, në fakt. Në fakt që në fillim të që kur është prezantuar ky program ekonomik, kam qenë skeptik dhe vazhdoj i qëndroj skepticizmin tim, sepse po flasim për një program i cili unë vazhdoj të quaj të pabazuar. Nuk mund të vazhdojmë të kërkojmë, të bëjmë mrekullira, gjëra ndryshe duke ecur gjithmonë në të njëjtën rrugë.
që të bëjnë këto që thot qeveria e shkuar dhe e ardhmja, do të thotë që duhet të ndryshojnë shumë gjëra. Që të merren këto lekë, duhet të thotë që ose do rrisësh borxhin publik, ose je detyruar të shikosh të gjitha kontratat koncesionale që ke bërë, ose duhet pastaj të gjesh mënyra të tjera. Nuk mund të themi që biznesi është i lehtësuar nga presioni fiskal, është utopi ta themi këtë. Kur në të vërtet presioni fiskal po e mbyll biznesin, dhe këtu duhet jemi realist. Nuk mund të themi që Shqipëria ka taksat më të mira në rajon, sepse kjo është një gënjeshtër shumë e madhe. Rajoni është më i favorshëm, se ndryshe do të vinin bizneset e mëdha investorin në Shqipëri dhe nuk do të shkonin në Maqedoni. Mirë, bizneset e mëdha nuk vinë vetëm për taksa. Ti e di, një investitor në momentin që zgjedh një treg caktuar merr parasysh disa indikatorë, duke filluar që nga masinë e tregut, konsumatorët e gjithë me radhë. Më pak është kjo konsumatorit lokal, sepse ai nuk shkon në një vend të prodhojë në Ballkan sepse do pretendojë që të shesi shumë aty. Ai shkon për ta prodhuar me kosto më të lirë, por sigurisht shkon sepse nuk ka probleme me drejtësinë, është një vend që i garanton stabilitet dhe siguri. Korrupsioni perceptohet në këto vende që të jetë më i ulët se sa Shqipëria, gjë që Shqipëria nuk i favorizon. Kështu që por nëse si premtime këto Aurora janë shumë të bukura, janë vërtet për tu besuar, do ishte janë të paralizueshme në këndvështrimin tënd. Asgjë nuk është e paralizueshme, por që të realizojnë këto duhet të ndryshojnë disa gjëra. Kështu që le të shikojmë, le të shpresojmë që të ndodhi. Zenel, po të shohësh premtimet e Partisë Socialiste, përgjithsisht edhe të partive të vogla, por duke qenë se socialistët i kemi tashmë fitues de facto të zgjedhjeve të 11 maj, mbetemi këtu tek ajo që kanë premtuar dhe që ata mund të bëjnë. Fokusi vjet tek të ardhurat e disponueshme të qytetarëve. Do të thotë premtohet rritje pagash, premtohet rritje e bonuseve dhe rritje pensionesh, premtohet rritje pagës minimale në 500 euro, kur punëdhënësi kryesor në një ekonomi nuk është shteti. Punëdhënësi kryesor është biznesi. Duke vendosur qeveria me ligj sa rritet paga minimale, sa vete paga mesatare, në një farë mënyrë a rrit në mënyrë arbitrare kostot e biznesit kur paga në edim në ekonomi është produktivitet? Ka progres në këtë aspekt, pra paga mesatare është rritur qoftë nga sektori privat, sigurisht nga shteti sepse ka në dorë vetë. Kjo është dhe thash unë nuk e shikoj të parealizueshme, nuk bëj avokatin asnjëret, por unë ndjek ritmin e zhvillimit ekonomik të vendit tim dhe jam interesuar që ta shoh që të ketë progres, të ketë ardhmë populli shqiptar, komuniteti biznesit në veçantë që është motori i zhvillimit të vendit e më radhë. Unë duhet të them që ka hapa progresiv, duke filluar me digitalizimin që ka situa shkputur pra kontaktin me administratën. Dhe unë mbështes kolegun që ka probleme të korrupsionit, por si thash digitalizimi, disa masa tjera që janë marrë, përmirësimi i sistemit të drejtësisë, dita ditës, ka bërë të mundur që të fillohet shuarja e korrupsionit, se zhdukja nuk mund të ndodhë as në Britani. Nuk ndodh as i vend botës. Kështu që kjo është pozitiv. 400 euro është tashmë. 500 do çoj pagën minimale. Po flas 400 është sot. Dhe komuniteti i biznesit e ka bërë atë sepse janë dhe shumë arsye tjera se po ikin punëtorët. Nëse nuk investon tek fuqia punëtore, tek eksperti pra X biznes, do thotë që ai e ka problem të ardhmen si biznes, kështu që është detyruar ta bëjë. Ne kemi një risi të re tani me këtë paketë. Që qeveria shqiptare thotë që ne do të lehtësojmë biznesin për çdo rritje page. Pra nëse do të rrisin pagën punonjësve, qeveria shqiptare do ta lehtësojë për 18 muaj ose më shumë, pra do gjenden incentivës për ta inkurajuar komunitetin e biznesit që të rrisë pagat për punonjësit dhe me synim që edhe ne të arrijmë nivelet që kanë vende siç është Malizi, për shkak që është përpara në këtë, po flas për vendet e Ballkanit, por duke qenë se ne kemi një destinacion tashmë të pakthyeshëm që është Bashkimi Evropian. Dhe dihet që antarësimi në Bashkimin Evropian është antarësim përmes standardeve që do arrihet dhe standardet ekonomike janë ato të mirëqeverisjes e më radhë. Kështu që rrugës drejt këtij destinacioni do të ketë progres në të gjitha parametrat ekonomik, besoj unë. Vjolje, si e ke parë faktin që fokusi vihet tek të ardhurat e disponueshme të qytetarëve? Zakonisht thuhet që njerëzit flasin për atë gjën e cila ju mungon.
Çka do të thotë fakti që s'kemi standard, që kemi të ardhurat të pakta, që kemi varfëri të madhe, kemi pabarazi shumë të lartë, që konfirmohet jo nga dhënat zyrtare të institucioneve vendase për edhe ndërkombëtare, tregon që në një farë mënyre kemi probleme serioze reale me ekonominë në bazë, pra me ekonomi reale dhe pikërisht premtohet dhe kjo rritje të ardhurat disponueshme? Në mënyrë indirekte edhe vetë qeveria po e pranon që kemi probleme ekonomike, po e pranon që ekonomia jo nuk po performon. Fakti që po kërkohet të incentivohet ose të nxitet shumë me politika sociale, do të thotë që ekonomia ka nevojë për injektim, po injektimi po shkon në drejtim të gabuar. Nuk mundet neve të kërkojmë të injektojmë vetëm thjesht me një të lac ose me urdhër ose me VKM të qeverisë. Nuk mundet të kërkojmë të rrisim pagën minimale pa bërë një përllogaritje çaj fakti mund të ketë në ekonomi. Unë kam qenë gjithmonë dhe jam dhe do të jem gjithmonë në favor të rritjes së pagave dhe të ardhurave të qytetarëve, por ama kjo duhet të vinë në mënyrë fiziologjike, sepse duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Është e lehtë të thuash biznesit dhe të bësh presion në ato fushata që ndërmerren që rrit deklarime të lirë. Po se ai mund të rristi për 2-3 muaj dhe pastaj rikthehet prapë të jam në vështirësi dhe të ul paga. Është e vërtetë që biznesi nga ana tjetër ka nevojë për kontor dhe bie dakord edhe me raportin, por ama biznesi realisht I ka pagat mbi mesatare. Thjesht biznesi tani ato nxitje, ato motivime që unë jam kurioz se më kam dëgjuar që thotë qeveria që do ta favorizojmë nëse rriten ose deklarojnë paga dhe kjo do të ishte shumë e mirë se ne kemi kohë që e kërkojmë këtë. Atëherë nëse vërtet ndodh që qeveria të favorizojë dhe të nxjisë biznesin për deklarimin e pagave duke lehtësuar nga një barë fiskale ose nga disa taksa, kjo mund të japi rezultat. Por nuk mundet të themi që biznesi duhet të rrisi a priori pagat mesatare, pa marrë parasysh sektorët në të cilën ndodhet, pa marrë parasysh vështirësitë, pa e lehtësuar, nëse flasim për disa biznese Aurora, për shembull, kërkojmë të lehtësojmë biznesin, por ama importuesit mund të jenë të dy anët e medaljes, të ketë të dy anët e medaljes. Nga njëra mund të jenë vështirësi dhe nga ana tjetër mund të favorizohen për pjesën e euros. Të marrim pjesën e vështirësisë, sepse një importues që importon mallra pa fund dhe kontenier me radhë çdo muaj apo çdo javë, ky importues është I detyruar të paguajë TVSH-n edhe pse mallin e ka të ngarkuar në magazin dhe ka një kosto të menjëhershme që duhet ta paguajë. Këtu janë ato që duhet të ndërhyjë shteti te biznesi. Nuk jemi një ekonomi ku fundësit kryesor duhet të vazhdojë të jetë administrata publike e cila është te I fryrë. Duhet tashmë të kuptojmë ingranazhin ekonomik është prodhimi dhe sipërmarrja. Zenel, çfarë ka nevojë shtesë biznesi dhe ekonomia, të cilin nuk e shihni të materializuar në programin e PS-s? Në rastin konkret ne flasim për biznesin e madh, pra fusha jonë është. Qartë, investitorët, biznesi I madh. Unë mendoj që orientimi kryesor I qeverisë shqiptare duhet patjetër bashkëpunimi me komunitetin e biznesit për të dëgjuar dhe për t'u referuar shqetësimeve të tyre për të sjellë ndryshimin. Ka raste të menjëhershëm, ka dhe raste gradual. Gjë që në një farmase ka munguar në 10-15 vitet e fundit në Shqipëri, pra nuk ka një funksionim me fjalë normal të komunikimit. Dhe tjetra është që vazhdo të mbetet problem shumë I madh është konkurenca e lirë. Pra, ne dije që kemi prokurorimet online dhe e kemi artikuluar vazhdimisht në këtë studio dhe ky mbetet përsëri një problem për Shqipërinë. Dhe kjo ka bërë të mundur hezitimin e investitorëve të huaj për të marrë pjesë në ndërtimin e Shqipërisë, pra në projekte të mëdha, përfshirë infrastrukturën, pra nuk kemi po të referohemi projekteve që kanë ndodhur në Shqipëri dhe ato që janë në proces dhe ato që pritet të ndodhin, ku zoti Rama I kishte listuar në të gjitha aspektet, pra duke filluar nga infrastruktura, energjia, bujqësia, turizmi me radhë, prezenca e investitorëve të huaj vlen për të dëshiruar. Paketën e maleve, si e ke para, është një mundësi e mirë? Duke qenë se është propaganduar fort dhe pritet të jetë një as në mëngë që do lançohet sapo të kemi qeverinë e re. Është interesante, por duhet kemi kujdes se mund të krijojë edhe problem konflikt social me. Duhet patjetër me patër kujdes. Duke I marrë tokat atyre që I pretendojnë se I kanë?
Duhet pa tjetër një bashkëpunim komunitar me të gjithë ata që pretendojnë tokën, me pushtetin lokal, me atë qendror. Pra, unë mendoj që duhet të hartohet një paketë ligjore mirëfill që të prek të gjithë ata që janë të përfshirë ose mund të përfshirë në këtë proces. Por, sigurisht që orientimi, kthimi i syve në drejt fshatit është një gjë shumë e mirë që s'ka ndodhur deri tani. Jemi shumë të vonuar me investime që vlen shumë për të dëshiruar, shifrat që janë investuar në bujqësi, në infrastrukturën në fshat, sidomos në gjysmën veriore të Shqipërisë, vlen ende për të dëshiruar. Pra fshatat janë të palidhur me infrastrukturë të gjitha llojeve, me rrugët, me ujin. Dhe kjo i ka privuar, le të themi, nga zhvillimi urban në tërësi. Edhe largimi i njerëzve. Vjoldi, the pak më parë që programi është i bukur me gjëra të mira, por që duhet parë se si do realizohet. Çfarë duhet të bëjë qeveria që këto gjëra të mira t'i realizojë? Atëherë, gjëja kryesore, Aurora, është që qeveria në radhë parë duhet ta njohë mirë institucionet tona, duhet ta njohë mirë ekonominë dhe fizionominë tonë. Vazhdoj ta them, nuk do lodhem sot me këtë gjë. Dhe duhen politika konkrete, duhen të ndërthuren sektorët me njëri tjetrin. Kur them që duhet të ndërthuren sektorët, nëse flasim për turizmi duhet të ndërthuret me transportin, duhet të ndërthuret me bujqësinë, duhet të ndërthuret me gjithçka. Nuk mundet të kemi sektor të veçuar dhe të shikojmë veç mas të gjithë sektorën. Nga ana tjetër, vazhdoj i qëndroj akoma pse që them që biznesi duhet të jetë, ekonomia jone brendshme duhet të rrisim prodhimin, duhet të fokusohemi ekonomia kombëtare. Nuk mund të vazhdojmë të valemi totalisht nga importet. Kemi një disbalans ndërmjet importeve dhe eksporteve, por ndërkohë nuk është e vërtet që ne nuk kemi mundësi të prodhojmë, se për sa i përket produkteve, sidomos ushqimore apo industrisë së lehtë, Shqipëria ka gjitha mundësitë. Po të shikojmë Ballkani tashmë për sa i përket pjesës ushqimore apo të prodhimit, industrinë e lehtë tashmë i plotson vetë nevojat e tij. Ne jemi akoma të varur. Pra ne duhet të kuptojmë që ekonomia kombëtare është ajo që do ta ndihmojë Shqipërinë të ecë para dhe nuk do varet nga tregjet ndërkombëtare. Një luhatje vogël të ndodhi në tregjet ndërkombëtare, Shqipëria e ndjen në mënyrë të menjëhershme. Kështu që duhet të ketë pak një shkëputje dhe një autonomi në ekonominë e brendshme dhe sigurisht duhen politika konkrete. Nuk mundet të bëjmë a priori vetëm për interesa politike një rritje të pagës kur ajo nuk shoqërohet dhe nuk sjell një rritje të konsumit. Që të bëjmë një rritje të pagës duhet të shikojmë të gjithë indikatorët. Dhe nga ana tjetër nuk duhet kemi një përqendrim kaq të madh të ekonomisë. Po ta shikosh Aurora, ne kemi në duar të shumë pak vetave, që është 85% e ekonomisë që kontrollon ekonomisë kombëtare që kontrollon shumë pak veta. Ndërkohë duhet një rishpërndarje e ekonomisë e kjo do ta ndihmojë edhe këtë ingranazhin që të lëvizë dhe të kemi ato planifikime që bën qeveria. Ne nuk kemi kundër planifikime askush. Ama duhet që këto të jenë në baza. Nuk mundet më të flasim në ajër tashmë. Kemi një qeveri që është në mandatin e 4 dhe presim tashmë ky mandat jetë ai i punës së vërtetë. Zakonisht është mandati i parë dhe i fundit. Nuk e di nëse do jetë ky i 4 i fundit, por ama presim që të jetë produktiv. Vjoldi Dana, Izanel Hoxha, ishte kënaqësi që ju kisha në aty biznes. Me përfundimin e zgjedhjeve është ulur presioni edhe në tregun e këmbimit, valutat kanë fituar pikë kundrejt lekut, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro është ngjitur në kotën e 98.2 lekëve, ndërsa dollari shkëmbet me 88.4 lekë. Po për më shumë ndjekim pasqyrën me vlerat e shkëmbimit monedhave. Ky është Aty Biznes për sot, bashkë shihemi nesër, mirupafshim.